Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Tirana Live. Një mësues në Tiranë është pushuar nga puna pas ankesave të disa prindërve se ai në vend të lëndës u mësonte fëmijëve parime ekstreme me sfond fetar. Prindrit e disa fëmijëve në shkollën Gustav Mahler thonë se mësuesi i anglishtes u fliste të vegjëlve për vetvrasjen dhe ringjalljen. Ministria e Arsimit e ka shkarkuar nga puna Dritan Zaimin, por deri tani nuk e ka çuar çështjen në polici. Mësuesi i anglishtes Dritan Zaimi, i cili predikonte për Zotin në klasë, nuk jep më mësim në shkollën publike 9-vjeçare Gustav Mahler në Tiranë. Po e ndryshuan. Nuk na ka ardhur asnjëherë. Na thoshte për Zotin, po bëjnë me mësues të ndryshëm anglisht. Megjithatë, mes prindërve dhe gjyshërve ende ndjet shqetësimi për deklaratat e tij tronditëse. Nuk dim tash nga ministria që mund ta lejojnë të jap mësim në shkollë tjetër apo jo. Kudo që të shkoj të njëjtën gjë do të bëj. Ai person vin edhe i fut në gjak fëmijëve, i idhuni nga kati 5 e kam provuar vetë. Për këtë gjë shqetësuar jemi aty. Sa fëmijë humbën jetën. Shoqë që s'po dëgjoj më të gjë. Shoqë që s'po dëgjoj më. Se u bën me fiksime të gjithë njerëzit deri ku u branda fëmijë, u vriun kasollë, u vriu ande vriu këtë. Po ndodhi prapë kjo është si mund të vdes robi dhe të ngjallet prapë? Si mund të thoshte një fëmijë? Jo të gjithë prindrit kishin ndjeni për rastin, disa e morën vesh pasi ngjarja u bë publike. S'di për çfarë u ngjall tani po, se vetë po e rrisin fëmijë. Të tjerë kanë mësuar më herët prej fëmijëve, madje disave ju kanë treguar se po të flisje për Zotin, mësuesi i vlerësonte me 10. Për Zotin, e bën për Zotin, kështu për Zotin pa e mbri 10. Mënyrën se si përpiqej të indoktrinonte shumë prej fëmijëve kanë ende në mendje. Kjo nxënëse e klasës së 4 tregon se shqetësimin ja kishte shprehur dhe mësueses kujdestare. Më ka thënë do jam hedhur nga balkoni, e kam provuar dhe vet, jam ngjallur prapë, prandaj jam këtu ku jam. Ju a thoshte në orë të mësimit? Po, në orë të mësimit, na vuri dhe muzikë. Bëm 4 orë mësimi vetëm me juvaj. Dhe jam e para që kisha reaguar te klasa që kisha thënë për mësimin. E kam pyetur mësuesin, a ka ndodhur kështu apo kështu? Është drejtoria apo po e bën tina? Se nuk e kishin bërë asnjë këtë mësim. Dy prindër shqetësimin e tyre paraqitën pranë drejtorisë së shkollës, e cila sipas Ministrisë së Arsimit, pas verifikimeve dhe administrimit të materialeve të përdorura nga mësuesi në orë të mësimit, i përcolli rastin Komisionit të Etikës, i cili i largoi nga puna mësuesin e anglishtes. Por megjithse Dritan Zaimi nuk jep më mësim për shkelje të rregullores dhe ligjit, sipas të cilit shkolla është laike dhe nuk duhet të promovojë fe të caktuara. Deklaratat e tij kthyen në vëmendje raste të ngjashme në vitet të shkuara që përfunduan deri me vetvrasje. Për shkak të akuzave të rënda, ABC News pyeti Ministrinë e Arsimit për përfshirjen e organeve hetimore në zbardhjen e ngjarjes. Ajo la të kuptohet se për momentin nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Në polici tha mburime për ABC News, aktualisht nuk ka një denoncim për mësuesin e anglishtes. Situatë kjo që lë të hapur dhe mundësinë e rikthimit të tij në institucionet arsimore. Një ditë pasi i dha pretensën 45 vite burg për secili nga 4 ish drejtuesit e UÇK-s, një nga prokurorët përdori si argument kundër tyre aftësinë e Thachit për të mashtruar James Rupin dhe Wesley Clark që kanë dëshmuar në favor të tij. Në seancën e sotme, ai tha se edhe diplomatët e huaj që dëshmuan në favor të Hashim Thachit ishin manipuluar prej tij. Mbrojtja e Hashim Thachit duket se ka shqetësuar thellësisht prokurorin, madje ata deklarojnë se ish presidenti i Kosovës gjatë luftës i ka gënjur disa herë ndërkombëtarët. Në vijimin e fjalës së saj në ditën e dytë të seancave përfundimtare, prokuroria pretendon se Thaçi ka manipuluar diplomatët që kanë dëshmuar pro tij, duke vënë në diskutim dëshminë e figurave të larta politike, mes të cilave edhe atë të James Rubin, ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtar të tjerë është që Thaçi ishte javë të maskonte atë që po ndodhte në realitet dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksiononte UÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan se nuk kishin asnjë interes për të kuptuar se çfarë ndodhte në realitet dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë. Ata kanë tentuar të hedhin poshtë edhe argumentin bazë të mbrojtjes, se Thaçi kishte rol politik.
Në rolet që kishin, ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e përbashkët kriminal, të koordinonin veprimet e tyre dhe mohuan veprat penale në mënyrë që t'i gënjenin ndërkombëtarët. Pala akuzuese deklaron se të pandeurit kanë pasur rol të fortë kolektiv si antar kryesor të shtabit përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke nënkuptuar edhe urdhrat për të vrarë. Prokuroria u ndal edhe tek roli Krasniqit, Selimit dhe Veselit. Sipas akuzës, Kadri Veseli ishte personi përgjegjës që përzgjidhte personat e tjerë që mbikëqyrnin operacionin e torturës. Recep Selimi ka rrahur për vdekje disa të burgosur, ndërsa Jakub Krasniqi merrej me zhdukjen e provave për ata që torturoheshin apo ekzekutoheshin. Kryeprokuroria West në fjalën e saj të fundit raportoi edhe një herë se akuza ka pranuar mbi 5000 prova materiale dhe mbi 28000 faqe transkript. Një ditë më parë, prokuroria bëri publike pretencën duke kërkuar 45 vite burg për secilin nga 4 anëtarët e UÇK, çka shkaktoi reagime të forta në opinionin publik duke vënë në diskutim paanshmërinë e drejtësisë ndërkombëtare. Seancat përfundimtare në Hag do të vijojnë deri më 18 shkurt, kur të akuzuarit do të mbajnë fjalën e tyre të fundit për akuzat që rëndojnë mbi ta e që lidhen me krimet e luftës. Kryeministri Rama bëri sot një tjetër reagim të ashpër një ditë pasi e quajti pretencën e prokurorisë speciale një përpjekje për të varrosur së gjalli 4 ish liderët e UÇK-s. Rama postoi një pjesë të fjalës prokurorit që akuzonte Thaçin si manipulator të diplomatëve të huaj shoqëruar me cilësimin idiot ndërkombëtar. Drejtësia ndërkombëtare në dhomat e specializuara të Kosovës për kryeministrin Rama vjon të jetë dyshim të dhënjanshme, pasi e quajti pretencën e prokurorisë për të dënuar me 45 vite burg Hashim Thaçin dhe 3 krerët e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një tentativë për të murosur përsëgjallje çlirimtarët. Sot Rama publikoi në rrjetet e tij sociale një pjesë nga fjala e prokurorit Matthew Howling, shoqëruar me etiketimin "Çfarë idioti ndërkombëtar". Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë, është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Në pjesën e zgjedhur nga kryeministri, prokurori Howling raporton për mashtrimin që sipas tij Hashim Thaçi ka bërë ndërkombëtarëve, duke i gënyer për veprimtarinë e UÇK. Kjo ka qenë gjatë seancës së kësaj të martë thelbi argumenteve të prokurorisë, duke kërkuar t'i nxjerrë 7 dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit si të panjohur drejt me realitetin në Kosovë. Pala akuzuese ka vënë kështu në dyshim dëshminë e James Rubin, ndihmësit sekretares amerikane të shtetit Albright dhe atë të Wesley Clark, komandantit që drejtoi misionin e NATO-s për të bombarduar Serbinë. Drejtësia në Hag gjatë të gjithë procesit saj ka qenë e shoqëruar me drejthije dhe dyshime se në fakt ky proces është një kurth për të vënë në diskutim luftën e një populli për liri dhe qëndrimin e saj përballë agresorit, qëndrim të cilin Tirana zyrtare e ka kundërshtuar në mënyrë konsistente. Ju të ndiqni Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Militantë Partisë Demokratike janë mbledhur sot pasdite në protestën e thirrur nga Sali Berisha para selisë qeverisë. Edhe pse protesta nisi rreth 45 minuta më vonë se ora e parashikuar, Sali Berisha u prit në shesh nga një grup jo i madh mbështetësish. Tubimi ka nisur me fjalimet të folsve në foltore, ku i pari e ka marrë fjalën Agron Gjekmarkaj dhe i fundit sipas protestave të mëparshme të ngjashme pritet të jetë kreu i Partisë Demokratike Berisha. Ndërkohë rreth 1300 polic janë në gatishmëri para ndërtesës kryeministrisë dhe në bulevard për të garantuar sigurinë gjatë kësaj proteste që erët e kaluara është mbyllur me zjarr dhe molotov drejt ndërtesës qeverisë. Mirë, kam kënaqësi që me mua në studio të jetë bashkuar gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma. Kënaqësi si gjithmonë që jeni me mua në Tirana Live. Faleminderit. Zoti Çupi, protesta e radhës e Berishës për të arritur në kilometrin e fundit. Por për çfarë? Them të vërtetën, sa herë shikojmë këto protestat, janë konsumuar vërtet vëzhgimet, konkluzionet, janë konsumuar gjithçka për shkak të kotësisë. Nuk interpretohet dot një vanitet, një kotësi. Edhe se si duket, sikur i bën nder kotësisë kur thu gjëra të tilla. Po gjithmonë më shkon mendja te halli i këtij bulevardit. Është një hall shumë i madh vërtet. Edhe do të ishte se kisha një mundësi
Dhe i thoja, mëse quaj më kilometri fundit, quaj ngjarja e fundit në këtë bulevard, ngjarja e keqe e fundit në këtë bulevard, shëmtimi i fundit i këtij bulevardi. Ai është një bulevard i cili është shquar realisht në mes qyteteve të lindjes, është përmendur si një bulevard pa qytet, është përmendur nga shkrimtarë të mëdhenj të kohës në botë. Është ndërtuar nga fashizmi, është përdorur nga komunizmi, por asnjëri, as tjetri nuk derdhën gjak në atë bulevard. I vetmi që derdhi gjak, jo fashizmi, jo komunizmi, madje as edhe toptanët e tradhtar, as edhe, si thuash, haxhiqamilistët, erdhi një djalë nga Tropoja, e bllokoi bulevardin dhe fati i tij i zi i keq, nis ditën që ai djali erdhi me një valiqe, si për dreq për të pushtuar qytetërimin e Tiranës. Një djalë nga Tropoja që sot është 82 vjeçar. Tani ky djali është shiko, ky është gjakatar. Dhe është shumë emocionuese të kuptosh se si ky njeri nuk kthehet për të bërë demokraci, nuk kthehet për atë që thot liri, nuk kthehet për atë që thot korrupsion, kthehet për arsye të instiktit të vendit të krimit. Është i vetmi. Nuk është, po ja them edhe një herë, nuk është fashizmi, nuk derdhi, nuk shtiu një armë Mussolini. Një armë nuk plasi atje. Komunizmi, ata që kishte për t'i ekzekutuar, i ekzekutoi larg. I vetmi Sali Berisha që i ekzekutoi në sy të bulevardit, në sy të gjithë popullit. Kjo është trisht, kjo është e rëndë për këto. Ju thoni që, ndoshta edhe me të drejtë, që protestat të tilla i shërbejnë kotësisë, pasi janë të njëjtët njerëz me të njëjtin qëllim të dështuar. Por megjithatë sot Rama rrëzohet, apo jo, të paktën kështu kanë thënë demokratët, që Ramës vetëm 2 orë i kanë mbetur në pushtet. Dhe me të gjithë këtë, Rama duket se sot i ka dëgjuar thirrjet e Berishës, Rama ik dhe në fakt ka ikur, ka shkuar në Bruksel. Por zoti Çupi, çfarë panorame është e gjitha kjo? Nga njëra anë, kemi Berishën që sot në këtë bulevard ju thot shqiptarëve se me të shkohet në Europë, ndërsa vetë ky në korridoret e Strasburgut dhe Brukselit, në fustanin e Albana Vokshit, baltos dhe nxin shqiptarët dhe Shqipërinë. Dhe nga ana tjetër kemi një Shqipëri e cila duket se po ecën me ritme të shpejta përsa i përket procesit të integrimit evropian. Është një, ashtu siç thoni ju, është vërtet një paradoks. Mendo të përmend ose të thot Europë, Sali Berisha do thot është njësoj si të fillojnë të flasin gjithë zogjt gjuhën shqipe dhe për Bashkimin Evropian. Ose jo vetëm zogjt, po zvarranikët e tjerë. Është një gjë e tmerrshme, realisht është në logjikën e njerëzit, po kur shikon se çfarë ndodh, ky është problemi se ne jemi. Dhe ky është, si thuash, është fatura jonë. Duhet jemi të, ju thash, atë ditë që erdhi këtu dhe që një ditë Enver Hoxha i hiku vëmendja dhe atyre tjerëve ju shpëtoi duarsh dhe bëri kasapanën në Shqipëri. Bëri të merrin. Tani ne ndodhemi para këtij fakti. Jemi para këtij fakti, por çfarë po ndodh tani në raport në Bashkimin Evropian? Raporti në Bashkimin Evropian, siç e vëmë re, ky nuk ka dhe këta nuk kanë as edhe një voqe një kapitull, nuk kanë as edhe një mundësi të dëgjohen në Bashkimin Evropian. Sepse për fat mirë Bashkimi Evropian i njeh mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i njohin mirë, Britania e Madhe e njeh mirë, dhe kam përshtypjen se është një shans për ne që i kemi këta, ne kemi hudhur këta aleat. Këta i kemi hudhur, këta tipat që janë në bulevard. Po se janë vërtet na ruajnë nga çdo rrezik që vjen nga jashtë. Pse na ruajnë? Sepse do thonë, ore, atje është një grup talibanësh. Ç'duam dhe ne që të mund të besojmë në atë vend. Dhe vërtet, nëse ne bëjmë hapa drejt Bashkimit Evropian, kemi një siguri. Kemi një siguri se ky vend duhet patjetër të bashkohet qytetërimit përparimtar, për arsye se këtu ka një
një prapambetje shumë të madhe në një parti që të thot jam opozitës. Zoti Çupi, ju përmendet vrasjet në bulevard, 4 vrasje, 4 gjakosja apo gjakderdhja në këtë bulevard që sot Berisha proteston. Por dikush ama do pyeste a ka qenë rastësi që sa herë vendi arrinte një farë qetësie apo stabiliteti që mund të bënte ndoshta edhe një hap përpara për sa i përket integrimit europian, në qeverisjen Berisha ndodhte gjithmonë një ngjarje madhe që vendin e largonte gjithmonë më shumë nga Bashkimi Evropian. Ndodhën ngjarjet e 97-s, firmat piramidale, hapja e depove të armëve, pasojat e të cilave ndoshta ne i vuajmë edhe sot. Më pas kemi patur shpërthimin në Gërdec, ku qindra u plagosën, të tjerë mbetën viktima me syre dhe fëmijë. Kemi ngjarjet e 21 janarit, sigurisht një krim shtetëror ende i pasbardur, 4 viktima dhe qindra të tjerë të plagosur në atë shesh ku sot ne Berishën e shohim që u thot shqiptarëve unë jam shpresa europiane. Ka një problem të shumë të madh përballë kësaj gjëje që e portretizuat ju. Ka një problem shumë të madh që problemi i madh është kujtesa kolektive. Që këta dhe shumë të tjerë nuk e marrin parasysh. Në Shqipëri është një kështjellë e ndërtuar tashmë që quhet kujtesë kolektive. Kjo kështjellë nuk pushtohet. Këtë kështjellë, jo vetëm Sali Berisha me të tij, por edhe terroristët që i ka të shpërndarën atje ku i ka, nuk e thyejnë dot. Kujtesa kolektive tashmë është krijuar. Është krijuar dhe ka përjashtuar Sali Berishën me qetat e tij, me luftën e tij, me korrupsionin e tij, me të zezat e tij, e ka përjashtuar prej vetvetes. Problemi ishte shumë i madh që ky brez, domethënë të rinj tani edhe në për filma, për fat keq nuk po transmetohen edhe dokumentaret e viteve të zezat të Sali Berishës. Ata sigurisht thjesht jetojnë në kujtesën kolektive, në kujtesën pozitive kolektive. Ata nuk e dinë se cila ishte pjesa tjetër. Në vitet e kur ky erdhi në pushtet, që një moment kur shqiptarët tentuan me të drejtë, ju bashkuan popujve të tjerë të lindjes, për të fshirë kujtesën kolektive të viteve të diktaturës. Dhe ndërtuan një kujtesë tjetër të shpartalluar, një kujtesë terrorizmi, një kujtesë dhune. Deri në momentin kur përfundimisht në vitet, domethënë, pas tmerrit të vitit 2008, pas tmerrit të vitit 2011, shqiptarët ndërtuan me intuitën e tyre, ndërtuan kujtesën kolektive që e kanë përjashtuar totalisht. Çfarë do që të thotë? Njerëzit e dinë, shqiptarët e dinë, kujtesa kolektive, kështjella e kujtesës kolektive, e di çfarë ka bërë ky njeri. Dhe thjesht për njerëzillëk nuk po i thotë, shiko, do të zhdukeni nga bulevardi apo si e keni punën. Sepse nga kujtesa jonë jeni zhdukur dhe nuk mund të kthehemi më në as ta shikojmë atë të zezën që ndodhej përpara kësaj. Zoti Çupi, kam edhe një pyetje të fundit për ju, pasi marr shkas duke parë edhe këtë energji kaq të fortë në këtë protestë dhe këtë shpresë kaq të zjarrt europiane që në fakt Berisha po përcjell. Atëherë ne lodhemi kot. Le ta pezulloj SPAK dhe GKK Ramën dhe qeverinë dhe menjëherë Berisha të nesërmen na fut në Europë, meqense dhe kabinetin qeveritar e ka të gatshëm Nokën, Xhelal Mziun, Albana Vokshin dhe të tjerë, dhe meqense pushtetuesja nuk di se ku është. Është interesante, shkon shumë kjo, ironia ju i vërtet, por unë po ju them një gjë që përballë kësaj likësie kaq të madhe, përballë këtij budallëku që shprehen këta njerëz. Ka një gjë, ka një sekret. Këta mund ta kenë vënë re, po prapë vazhdojnë, po nëse ka dikë të vëmendshëm atje. E di që ka bërë Europa këtyre, që thonë se do ta çojmë ne në Europë? Europa ju ka marrë veglat. Këta kishin veglat në përduar me të cilin torturonin njerëzit, me të cilin gënjenin, me të cilat mashtronin, me të cilat, siç tha sot ky Berisha se i del qëllimi i zi, i del papritur, thotë, ne po e bëjmë këtë që të na dëgjojnë në Bruxelles, na dëgjojnë në Berlin, na dëgjojnë në Washington. Domethënë që ta nxi faqen e Shqipërisë atje. Mirë po s'ndodh, sepse Europa ju ka marrë veglat këtyre. Domethënë,
në kuptimin që u ka marrë gjitha mjetet me cilët këta mund të ndërtonin gjëra të tilla. Domethënë çdo mjet që përdorin, deri edhe shpifjen, deri edhe ligësin, deri edhe sulmet që si ka bërë asnjë nga armiqtë të Shqipërisë në qendrët e Europës deri më sot. Atje pritën me një, po kaq me ironi se e thatë, ju dhe ju shkon bosh, do thotë, mjetet e tyre nuk funksionojnë më. E kjo gjë duhet bërë e qartë, qoftë edhe për militantët që në atë bulevard ka plot prej tyre që nuk duhen me ditë, domethënë nuk bëjnë as pyetje. Po ka ndonjë prej tyre që do ta dimë çfarë po ndodh. Po duhet të dinë se po ndodh kjo gjë. Nuk kanë punë me Europën dhe me qytetërimin perëndimor. Siç nuk kanë punë me kujtesën kolektive të shqiptarëve, të cilët asnjëherë nuk e thyejnë më. Zoti Çupi, faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Faleminderit juve. Ndërkohë, vendimi për të mos marrë vendim për padinë e kryeministrit ka ndarë opinionin publik, por shumica janë kritik ndaj tij. Sondazhi javor zëri shqiptarëve tregon se mbi 51% e të anketuarve e shohin si një atentat ndaj kushtetutës dhe si shantazh të bërë ndaj gjykatësve. Por mbi 75% e të anketuarve bashkojnë se reforma ka dështuar pritshmëritë e tyre. Opinionet politike nuk kanë ndryshuar. Partia Socialiste ruan diferencën prej 20 pikësh kundrejt Partisë Demokratike. Shqiptarët janë të ndarë në vendimin e fundit gjykatës kushtetuese, që duke mos marrë vendim, rrëzoi padinë e kryeministrit për të hequr pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e posaçme. Në sondazhin zëri shqiptarëve në ABC News rezulton se për 48.5% barazimi i gjyqtarëve kushtetues ishte vendimi i drejtë, duke sjellë lënien në fuqi të pezullimit, kurse pjesa më e madhe, 51.5%, thonë se ishte e padrejtë. Nga kjo shumicë, 16.4% e konsiderojnë një atentat ndaj kushtetutës, kurse 35.1% mendojnë se një prej gjyqtarëve u shantazhua për të çuar votat në barazim. I vetmi që foli për shantazh ndaj një gjyqtari kushtetues me video skandal një ditë para vendimit ishte Sali Berisha. Imagjinoni një gjykatës që ikën si mi nga seanca e gjykimit. Ikën sepse i shkon mesazhi me video dhe fotot e Olton Bistrit, siç është ai Ibrahimi. E di që nuk pëson gjë. Dhe ikën nga s'ka detyrë, s'ka nder, s'ka flamur, haj s'ka asgjë. S'ka asgjë. E urdhojnë të dalë nga salla dhe delikën. Urdhoj çfarë gjykate është ajo. Ndaj dhe 43.3% e shqiptarëve, kryesisht elektorati majt, besojnë se presionet e doktorit vijojnë të funksionojnë ndaj drejtësisë, duke marrë vendime në favor të tij dhe kundër qeverisë. Vetë elektorati i djathtë, 19%, i brymosur nga tezat e doktorit se drejtësia e re është armë politike kundër opozitës, besojnë se reforma në drejtësi ka dështuar, kurse 37.2% kërkojnë që mazhoranca socialiste me më shumë vota si në vitin 2016, kur u votua reforma në drejtësi, ashtu dhe sot ka të drejtë ta korrigjojë. Pikërisht ajo çfarë lajmëroi kryeministri këtë të hënë, ndërhyrje në legjislacion për të rregulluar pezullimin e një antari kabineti qeveritar nga organet e drejtësisë. Por lëvizjet e fundit drejtësisë, si rasti pezullimit të zëvendës kryeministres, kanë rritur zhgënjimin e shqiptarëve te reforma në drejtësi në 78.5%, shtuar këtu edhe demokratëve 19.4% që thonë se janë gjithmonë kundër saj. Mbetet vetëm 2.1% që ndikohen tek ndryshimi i votës. Kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor e gjithëve bashkë, e jona, qeveri, parlament, drejtësi, me gjithat përpjeta dhe tatë pjetat e saj, arritjet dhe lajthitjet dhe drejtësisë re, do të prodhojnë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Politikisht, kjo nuk ndryshon asgjë. Partia Socialiste në këtë fillim shkurti bie me 0.5% brenda marzhit të gabimit të sondazhit. Pavarësisht se vendimi i gjykatës kushtetuese goditi Ramën dhe qeverinë, Partia Demokratike nuk rritet, kurse partitë e reja vijojnë në kuota të ulta. Edhe shpresa për një parti të re ngjitet me ritmet e breshkis. Në rast se vërtet do të lindë një parti e re.
Kredite e këshia në banka kanë rënë nivelin më të ullët rekord në 12 vite. Sipas Bankës së Shqipërisë, niveli i huave që nuk shlyen nga kredimarrësit në 2025 ka zbritur në 3.8%. Kjo është arritur falë rritjes aftësive paguese të qytetarëve dhe bizneseve dhe për këtë ka ndikuar rritja ekonomike si dhe rritja e pagave. Kredit që nuk shlyen në kohë se huat e këshia kanë arritur në nivelin më të ullët të regjistruar ndonjëherë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë dhjetorit niveli i kredive të këshia rezultoi 3.8% nga 4.2% që u regjistrua një vit më parë në të njëjtën periudhë, por përmirësimi duket edhe në raportin e kredive me probleme me bazë vjetore, ndërkohë që në vlerë huat me probleme rezultojnë se janë 358 milion euro, nëse vërejmë të njëjtën periudhë të disa viteve më parë. Përmirësimi i huave me probleme është i ndjeshëm. Ky është një tregues optimist i cili konfirmon se aftësia paguese e qytetarëve dhe e bizneseve është përmirësuar në vend. Po ashtu ndikim në këtë drejtim ka pasur edhe rritja e nivelit të punësimit dhe e pagave. Qëndrueshmëria e nivelit të huave me probleme është një sinjal pozitiv për sistemin bankar dhe përmirësimin e gjendjes financiare të huamarrësve. Tashmë norma e interesit në lek është pozicionuar në nivelin 2.50% si një masë për të stabilizuar çmimet e konsumit, por njëkohësisht kjo ka ndikuar edhe në uljen e kostove për qytetarët dhe bizneset, të cilët kanë marrë një kredi në monedhën kombëtare, duke nënkuptuar që këstet e huave të reja janë më të lira se ato që janë aprovuar më herët. Ndikim në përmirësimin e bilancit të bankave ka dhënë edhe rritja e ndjeshme e kredidhënies. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vëre se portofoli total i kredive në fund të vitit 2025 ka arritur rekord duke tejkaluar të gjitha periudhat e njëjta për gjatë viteve të kaluara, ndërsa në total portofoli i kredis rezultoi se ishte 943.4 miliard lek. Përmirësimi dhe përshtatja e mjedisit me kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian do të kushtojnë rreth 10 miliard euro. Ministri i Mjedisit tha se nuk do të ketë kosto shtesë për bizneset. Sipas tij, është kërkuar një periudhë ndërmjetme që sektori privat të përshtatet me standardet e Bashkimit Evropian për mjedisin. Koha e përshtatjes mund të shtrihet deri në 5 vite pas antarësimit në Union. Mjedisi mbetet ndër kapitujt më sfidues të integrimit, ndaj përshtatja me standardet e kërkuara nga Unioni do të kërkojë rreth 9.8 miliard euro investime, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por dhe financimet e huaja përfshirë ato të Bashkimit Evropian, si dhe investime të sektorit privat. Ka një vlerë të përcaktuar nga ekspertët që shkon rreth 9.8 miliard euro. Sigurisht është një shifër goxha e lartë, por kjo përfshin të gjithë fushpamjen e çështjeve mjedisore, siç e thash edhe më përpara, duke nisur që nga gjithë infrastruktura e ujit të pishëm, duke nisur nga gjithë infrastruktura e ujrave të ndotur, emisionet industriale të bizneseve të mëdha. Ministri i Mjedisit tha se nuk do të ketë kosto shtesë për bizneset, ndërsa nënvizoi se është kërkuar një periudhë ndërmjetme që sektori privat të përshtatet me standardet e reja mjedisore. Janë marrë të gjitha masat për të kërkuar periudha të mjaftueshme përshtatje, në mënyrë që bizneset të kenë kohën e mjaftueshme që të ndryshojnë tipologjinë e infrastrukturës apo elementët e prodhimit në mënyrë që të mos penalizohen për të qenë pjesë e tregut të përbashkët në momentin që Shqipëria do të aderojë. Një vit nga sekuestrimi i 2800 ton mbetjeve të rrezikshme që u kthyen nga Tajlanda, ministri Jaupa i tha se dy janë rrugët që pritet të ndiqen për azgjësimin e tyre. E para, nëse do të vlerësohet që do të ketë një eksport të këtyre mbetjeve për të azgjësuar në subjekte të huaja, Ministria e Mjedisit do të angazhohet me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të sekuestruara për të plotësuar gjithë dokumentacionin ligjor, po nëse do duhet që këto mbetje të azgjësohen në territorin e Shqipërisë, Ministria është e gatshme po ashtu të japi mbështetjen e saj me gjithë subjektet private që janë në Shqipëri dhe që operojnë në vendin tonë, që kanë kodet përkatëse për azgjësimin e këtyre tipologjive mbetjesh.
Me reformën e re të menaxhimit të mbetjeve, Shqipëria është e ndarë në 10 zona, ku për secilën janë hartuar plane të detajuara investimesh, të cilat do të nisin gradualisht nga viti 2026 dhe do të vijojnë në vitet në vijim. Ju të ndiqni Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Gjykata e posaçme ka dënuar 2 persona të akuzuar për trafik droge drejt Zvicrës. Gëzim Bakalli dhe Erion Loci u dënuan përkatësisht me 12 vite e 8 muaj burg dhe 8 vite burg. 2 drejtuesit e grupit kriminal, sipas PAK, trafikuan drogë të llojeve të ndryshme për 6 vite. Gjykata e posaçme ka dënuar Gëzim Bakallin dhe Erion Locin, drejtues e një grupi kriminal që gjatë viteve 2018-2024 kanë transportuar drejt Zvicrës sasi të mëdha droge të llojave kokain, heroin, marijuan dhe ekstazi që vinin nga Amerika Latine dhe Gjermania. Gëzim Bakalli dhe Erion Loci janë dënuar me 19 vite dhe 12 vite burg. Në aplikim të gjykimit të shkurtuar, Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dënoi përfundimisht Bakallin me 12 vite e 8 muaj burg, ndërsa Locin me 8 vite burgim. Pjesë e grupit kriminal që drejtohej nga Gëzim Bakalli ishin dhe shqiptarë të tjerë, por edhe shtetas zvicerian, turq dhe italian. Antarët e grupit kriminal komunikonin me njëri tjetrin përmes platformave të enkriptuara Sky ACC, Threema dhe Signal, që përdoreshin nga ta për të shmangur zbulimin nga autoritetet. Gjatë kontrolleve të kryera aso kohë në vendin tonë dhe në Zvicër, u sekuestruan rreth 1400 kg kokain, 22 kg heroin, 2 kg marijuan, 10.000 tableta ekstazisi dhe armë zjarrje dokumente. Sipas prokurisë së posaçme antikorrupsion, Bakalli dyshohet se ka qenë drejtues dhe financues i veprimtarisë kriminale në të paktën 15 episode të dokumentuara, ndërsa Loci ka ndihmuar në të paktën 6 raste të transportit dhe tregtimit të drogës. Vuajtja e dënimit për 2 të dënuarit, Gëzim Bakallin dhe Erion Locin, do të kryhet në një burg të sigurisë. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Juli Krisafi vjen vetëm pas pak me edicionin që